Jeni në këtë blok, në fakt do flasim për humbjet e vitit që po lëm pas, vitit 2025. Dje, pra datën 29 dhjetor, pati një postim nga Gjesti, pas muaj të tërë të humbjes së madhe të vllaut të tij, ai u kthye. Dhe jo vetëm vllau i Gjestit, humbi dhe Shfat Kasapi, më pas vdiqe dhe Shemi dhe natyrisht edhe personalitetet të tjera, gjë që në fakt gazetari Miftar Xhenullahi ka përcjellur. Miftar, dalja e parë e Gjestit. Ma në fond, po thëmë kështu, shqyqyr që u këthy, se e kemi pa një kërkesë këgjatë madhe prej publikut që me pari këthimin e Gjestit, po të marrë parasysh edhe situatën familjare dhe tragjedin që i ndodhin familje me vllaun e tij, është e kuptueshme që realisht mu distancu pak prej kësaj. Sa muaj ishte larg? Janë gati janë 7-8 muaj gati që i bën. 7-8 muaj, okej. Po, kështu që është një gjë e mirë që Gjesti veç për i kthehet me muzikë, po edhe para kësaj ngjarje, Gjesti nuk ka mujtë me postu muzikë për shkak të disa probleme me kontrata që i ka bë para se me qenë pjesë e Big Brotherit, edhe para se me ndodhë kjo me vllaun, e di që nuk ka guxuar me dalë asnjë për koncerte, sepse i ka pas të ndaluar prej kompanive që ky veç se ka bashkëpunuar me to. Propozoj të shohim bashkë adresimin e Gjestit, më pas kthehemi natyrisht në aspektin psikologjik me të dy të ftuara tjera diskutojmë bashkë. Përshëndetje, këtë shpresoj që jeni mirë. U boni kohë që nuk jem pa. Për çfarë po duhem ju falenderoj për secilin për juve që më keni ndajtur afër mua dhe familjes tam në këtë periudhë shumë të vështirë. Për mua ka qenë e rëndësishme që në këtë kohë me nejt larga rrjete sociale, mu morë më shumë me vetëm, edhe normal me familjen tam. Qysh do koft, ju kom pas në men edhe në zemër që nuk keni pas ju mu. Për shpezoj rast në këtë video me mja uru vitin e ri krejtve, inshallah keni shnetën, lumëturinë dhe familjen se tjera këtë borën. Si përfundim deshta më kallëzu që në vitin 2026 janar, kthejna në muzikë aty ku e kom venin. Kështu që ju dua falenderoj shumë. Zonja Sylla, rikthehemi kështu njerë në studio Gjesti, pas një mungese rikthehet edhe njerë. Si të duk Gjesti realisht? Si psikologe, si e vlerëson këtë video edhe realisht sot do ta ketë vështirë të rifutet në biznesin ku ai performon muzikën pra, duke marrë parasysh humbjen që e kishte rishtazi. Sidomos ky sa allegro ka qenë në skene gjitha këto? Pa dyshim që gjendja e tij duket e rënduar dhe do vazhdoj të jetë e rënduar. Është vërtet humbje e madhe. Para se me fol për individ, unë besoj si paraprakisht neve duhet ta kemi parasysh edhe të reflektojmë pak pasi që është edhe fund vit. Mendoj si fund vit edhe tani neve jemi të vetëdijshëm që jeta ka njerë na sjell edhe të papritura, edhe të shfrytëzojmë ditët sot, njerëzit që i kemi, pastaj kur të humbin nuk kemi çka me diskutu, ose nuk kemi me si çfarë do keqardhje të kemi, veç kanë ikur. Prandaj mendoj si duhet vlerësojmë njëri tjetrin më shumë, duhet vlerësojmë çdo ditë. Këto deshta me thonë, të vlerësojmë çdo ditë njëri tjetrin më shumë, jetën më shumë, për shkak se kjo është jeta, na ballafaqon në mënyrë papritshme me ngjarje edhe të cilat nuk i duam, mund të humbim njerëz që nuk mundem me paramendu se do ndodh një ditë, prandaj përveç gjonave të bukura, jeta ka njerë na ballafaqon edhe me ngjarje të cilat vërtet na lëndojnë edhe vërtet do na bëjnë nesër mos të ndihemi, gjithmonë të kemi një peng ose një zbrastin. Unë mendoj si Gjesti do ta ndjej këto sado që do të rikuperohet se kjo është jeta, ai gjithmonë do ta ndjej mungesën e vllaut të tij, prandaj të jemi shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm njëri me tjetrin. Mirë po, në fakt, Linda, në punët publike, si kjo e jona, e politikanëve, e këngëtarëve si Gjesti, pavarësisht humbjeve, kur t'jesh në këtë karrige, duhet lësh pas humbjet, e hidhrimet, e gjitha emocionet që
mund t'i kesh. Kështu që do duhej me të vërtet forcë e madhe që për një personalitet publik, pavarësisht gjesti ky apo dikush tjetër, të marrë me të vërtet një kurajo që të kthehet prapa aty ku e la më herët. Shiko, ne jemi qenë njerëzore, edhe nuk mund ta mohojmë që kemi nevojë për të marrë atë kohën tonë, për të kaluar kohën e zistemi ne në Shqipëri. Unë nuk e di se si quhet në Kosovë, edhe në Kosovë. Nuk është thjesht të veshësh rroba të zeza, por është të japësh vetes kohë që të kuptosh çfarë ka ndodhur. Mua më bën përshtypje kur shkon nëpër funerale, sidomos në Shqipëri, njerëzit thonë mos qaj. Unë besoj që lotët janë dhurat nga Zoti që të shëroj shpirtin, sepse njeriu ka nevojë të qaj, ka nevojë për kohën griefing është në anglisht, po kohën e zis do ta them unë, jo në kuptimin e parë siç e kuptojmë ne në Shqipëri kohën e zis, që duhet plotësohen 40 ditë dhe kaloj koha e zis, ose duhet plotësohet një vit dhe kaloj koha e zis. Mua më kujtohet me një person shumë të dashur dhe shumë të afërt në familjen time. Kur ne u njohëm bashk, ai person kishte humbur babain e tij. Edhe për 10 vjet rresht, ju ishte dashur që të bënte atë burrin e fortë, megjithëse ishte adoleshent, të bënte burrin e familjes, sepse babai mungonte në familje dhe nuk ishte një mashkull tjetër që të plotësonte ose të zinte vendin e babait. Kështu që megjithëse ishte adoleshent, nuk duhet të qante, duhet të sillej si burr, edhe duhet të kujdesej për hallet që kishte familja. Edhe më kujtohet që mbas 10 vjetësh, sa herë që e tregonte historinë e babait, filloi të qante. Dhe i është dashur të paktën 2-3 vjet të bëj atë procesin e zisë vet. Edhe sa më i gjatë jetë kjo koha, sa më shumë të shtypet kjo ndjenja e humbjes, ndjenja e dhimbjes, ndjenja e dëshpërimit, aq më vështirë është për njeriu që të shërohet. Kështu që unë do doja që të bëja një apel, sidomos moshës një çik më të madhe që e konsiderojnë që burrat nuk duhet të qajnë, ose kur humbet dikë duhet të bëhesh i fortë edhe duhet të tregosh forcën për njerëzit e tjerë të familjes. Jo. Ne jemi njerëz, kemi emocione, edhe dhimbja bëhet më e rëndë kur këtë dhimbje nuk e ndan ose nuk e lë të shfaqet. Po, sepse Linda, sikur ka një farë keqardhje tek njerëzit kur ke një traumë caktuar, kur ke një humbje të madhe, unë e shoh edhe nga vetja, sikurse stepemi, ata pyesim si je, ata pyesim se si ndodhi, ata pyesim se e ka përcjellë mërzinë. Më shpesh preferojmë të heshtim sesa ta pyesim dikë. Dhe unë prapë qëndroj tek ideja që duhet nxjerr traumën nga brenda. Është gabim, sepse pse bëjmë ne në Shqipëri 40 ditë ose pritje, njerëzit vinë edhe dalin, ose edhe sikur të mos sjellin asnjë gjë. Por në 40 ditë në Shqipëri hapet dera dhe vinë njerëzit për vizitë, sepse njeriu ka nevojë ta ndajë dhimbjen me të tjerët. Por ndryshe ne jemi qenie emocionale dhe dhimbja bëhet aq e madhe sa nuk e mban dot. Nuk ta mban dot zemra. Nuk ta mban dot mendja, edhe ka shumë njerëz që kalojnë në depresion dhe kalojnë në ankth kur ndodhin gjëra të tilla. Kështu që absolutisht nëse njeriu ka nevojë të flasi, është mirë që të flasi, është mirë që të pyetet, është mirë që ta tregojë historinë, sepse kështu e ndan dhimbjen e tij me të tjerët, edhe kështu mund ta lehtësoj zemrën e tij. Edhe emocionet e tij. A do doja të kaloja tek Miftari, që është gazetar showbizi, a do të jetë një nga këto lehtësira, me që nisëm në fakt me gjestin, një këngë kushtuar vllaut. A ka mundësi të ndodhë kështu? A do t'i ndihmonte më shumë? Nuk di se si, a do të ishte një kthem pak më natural? Për mendimin tim lehtësia më e madhe e gjestit është mu rikthy atu ku e kalon muzikën. Pra Se i dim që ka qenë njëna prej dëshirave dhe ëndrave të tij që me arrit dikon me muzikë. Edhe kjo përmbushja dhe çto koncerte që kam me muaj ndërkohë gjesti, po besoj kanë me plotësu për me kalu pak, sado pak çat dhimbtën që e ka, se normalisht
dhimbtën e vllaut, kemi pas të njëjtën, por që thjesht duhesh më mësu me to si dhimbje. Por ato të paragjykohet, sepse siç e thash edhe një herë, ka një farë njerëzit sikur të paragjykojnë se vazhdove jetën, harrove mërzinë, është mirë të harrosh mërzinë. Ku është të harroj mërzinë në realitet, ë? Ideja është se nuk do e harroj mërzinë, thjesht pajtohet me ato çfarë ka ndodhur, për ndryshe ai do i mungoj siç e thash më herët. Ajo çfarë më bën mundi mirë është vetë fakti si ai do më rikthy, kjo tregon si ai ka filluar të rikuperohet në aspektin emocional. Si që tha edhe zonja, vërtet neve jemi qenë njerëzore dhe nëse akumulojmë ndjenjat edhe përvojat edhe nuk qajmë, nuk flasim me të tjerë, pa tjetër që do zhvillojmë probleme të ndryshme, sepse jemi qenë emocionale. Prandaj, unë mendoj edhe për të gjithë lotët ose vaj, vërtet lirën hormone, kjo është e bazuar edhe në studime të caktuara, të cilat janë një lloj antidepresanti natyral që neve na ka fal natyra, prandaj ajo çfarë te neve është vërtet ka ndikuar shumë keq, sidomos tek gjinia mashkullore është forcia për mos me qajt. Përkundrazi njerëzit e fortë janë ata që kanë guximin me qajt, që kanë guximin me qit jashtë emocionet. Pa dyshim, ato përveç si vetlëndohemi, është një lloj vetlëndimi për shkak të akumulimit të emocioneve, e të cilat neve nuk i shfaqim jashtë. Prandaj është shumë e domosdoshme kur neve ndihemi keq edhe kemi nevojë të çojmë ta bëjmë këtë gjë për shkak paragjykimet që po, përveç paragjykimeve, unë mendoj si gjithmonë neve jemi si popull me një mentalitet paragjykues. Ndoshta ka me pas raste, por nuk mendoj si. Mbase njerëzit nuk duat nxjerrë në një konstatim të ashpër, por më shumë duat dalë një rast tjetër që është ky i shpatit, dhe sa paragjykohet tashmë në këtë rast gruaja, e cila ta zëm është aktive në rrjetet sociale, supozoj, dhe njëjta vazhdon ta bëj jetën që kishte pasur. Unë ndoshta pikërisht mund dalë te kjo pjesa e shpatit, domethënë nuk mundem me paragjyku gestin që e la muzikën për një kohë për shkak të situatës, edhe mund mi gjyku lirisht artistat që i kum pa vetë personalisht në vërrim të shpatkasapit, tu dash mi nxjerr flok një farforme, tu e treguat anën e tyne të mërzis, tu vajtu të varreza e shpatit, po mas 2 dite jenë pikërisht ata persona që shku në një nej, edhe ketë kanë të lyt, kanë të lynë me grim, me fustana, te për solan, edhe ja nisën me knu, do më thonë, që kjo është qaje që kësha dosht mi paragjyku kolegët e shpatit, që me postime jënë kanë te për dëmshëm edhe te për dashuri për shpatit. është profesioni tyre kënga, tash nuk mund të ndalin punën ata talje. Vani ku kanë shku këta ka qenë me zgjedhje, nuk ka qenë e detyrueshme për me shku edhe me... Fushat elektorale Jo, përfshi. ka qenë një naj tjetër, që ka mundësia me dasht me shku apo jo. Kështu që ka qenë obligative, me vazhdu najat. Shpati ka bërë një muaj, pra 26 dhjetor është bërë një muaj prej vdekjes së tij, bashkëshortja i ka bërë një dedikim, shohim bashkë. Dhe shkrime për shpatin. Nga gjesti që s'ka pas asë një publikim. Po gjesti u kanë te për e heshtën, do më thonë asë një postim, asë për lajmërim të vllaut të vetë s'ka pas, e lema me postu diçka në përjetet e ti sociale. Po Selvia e ka bua këtë sen. Atëre Linda, sa do më zdoshme është kjo komunikimi me media sociale, ka me të vërtet efekt në kuptimin që nxjerrim emocionet e këqija? Unë do të thoja që se cili ka mënyrën e vetë të zis, të griefing. Kështu që nuk do doja të gjykoja askënd. Nëse dikush e zgjedh që të postoj në rrjetet sociale dhe ta ndaj dhimbjen e vet me të tjerët, ndoshta kjo është mënyra se si të mbaj veten. Nëse dikush zgjedh të mos postoj dhe ta mbaj dhimbjen për vete dhe ta ndaj ndoshta me njerëzit që ka rreth rrotull fizikisht, edhe kjo është okay. Kështu që nuk do doja ta gjykoja personin që ndan në rrjetet sociale. Jo, nuk është për të gjykuar. Jo, sa ndihmon, se nuk është për të gjykuar në asnjë mënyrë, jo. Edhe mund të ndihmoj, sepse ne e dim që kur ti më kujtohet, ka pas një shoqe të ngushtë, shumë të ngushtë nga Irlanda. Edhe ndroi jetë në moshë shumë të re. Ishte më e madhe se unë, po ndroi jetë papritur në një moshë shumë të re.
Edhe nuk, megjithëse isha larg, nuk pushoja dot së qari. Edhe vendosa, mora një letër, edhe fillova të shkruaja atë që ndjeja, i shkruajta bashortit të saj. Për atë emocionin, për atë që çfarë vlere kishte Gjilli për mua. Edhe si do kujtohej ajo në Shqipëri, për zemrën e saj, për dashurinë e saj, për genuinitetin, për të vërtetën. Dhe a dini, mbasi e shkruajta letrën, kam pas një lloj ndjenje çlirimi, sepse unë mendoj që kur njeriu i shpreh emocionet edhe duke shkruajtur, ndihmon të shkarkohen ato emocionet negative, ndihmon në një farë mënyre, është një pjesë e shërimit. Dhe personi që bashorti i shoqes time, u martua shumë shpejt. Ata duheshin pafund, ishin një orë kur ishin 15 vjeç, edhe kishin një jetë të tërë bashkë, dhe nuk ndaheshin nga njëri tjetri. Dhe ai u martua pas 6 muajsh, dhe kjo shokoi rrethin e tyre familjar, shokoi rrethin e tyre shoqëror, me idenë si është e mundur, ndërkohë që ky ka qenë kaq i lidhur me bashorten u martua kaq shpejt. Edhe më kujtohet, ai e përjetoi në një mënyrë të tmerrshme, kishte raste që dilte me makinë dhe nuk dinte të kthehej në shtëpi, domethënë nga trauma, ose e zinte gjumit e garderoba, se tek dhoma garderob që ishin akoma rrobat e saj. Edhe na merrte në telefon dhe thoshte, akoma mund ta ndjej erën e saj tek rrobat dhe tek garderobat, dhe prandaj më zë gjumi aty. Duheshin pafund, dhe prapa ai u martua pas 6 muajsh, dhe ndërkohë që po ndante fushtrimin e tij dhe zhgënjimin e njerëzve që kishte rreth rrotull, na thot një fjalë që e ëma e kishte thënë. Për gjithë njerëzit e tjerë, o biri kishte thënë, Gjilli ka vetëm 6 muaj që është larguar nga jeta, ndërsa për ty ka një jetë të tërë, sepse ju ishit aq afër me njëri tjetrin sa për ty është e pamundur të jetosh vetëm pasi ke jetuar atë histori dashurie me të. Kështu që leti lëm njerëzit ta shprehin atë dhimbjen e tyre në mënyrën se si ata ndihen, sepse në fund fare, çfarë është më e rëndësishme? Që njeriu të shërohet apo njeriu të zbatoj traditat apo rregullat që duhet të zbatoj sipas pritjeve. Normalisht që është më e rëndësishme një njeri të shërohet se sa të zbatohen traditat, por edhe kur jemi tek traditat, si duket edhe aty kemi standarde të dyfishta. Tali, nëse e shikojmë vdekjen e vllaut Gjestit, pastaj vdekjen e Shpatkasapit, bënën më shumë zhurmë se sa vdekja e Shemit, i cili la rishtazi, dhe realisht opusi i tij artistik është shumë i madh se sa i disa të tjerëve që përmendën edhe më shumë. Është e vërtet, po unë besoj shumë që ka ndiku pak edhe këto lajmet që dulen nëpër media për shkak se si ka ndodhur rasti i vdekjes së tij, edhe po besoj që kjo pjesa i ka stej pak. Nuk mendojmë se mendim personal është lajmi më i tmerrshëm që portalet kanë shkruar. A do duhet dilte ajo? Nuk ish dashur asnjë moment të dal ajo gjë që shkruan në portale. A është e turpshme të përdoren pilulat të tilla, ato nuk janë as të ndaluara me ligj. As nuk është turp të përdoren ato, dhe dorën zemër tal. Shumë persona i përdorin. Fatkeqësisht këtij u ka shfaqur një rregullim, por gjëra të tilla përdoren dhe janë legale. A do ta kryqëzojmë Shemin për arsye se është arsyeja medikamenti? Nëse kjo është arsyeja, na vërtet edhe e kam parasysh, jemi shoqëni, atëherë ju mundeni me marrë me mend, ku neve mënyrën se si e gjykojmë njeriu edhe kur vdes. Unë nuk mendoj, nuk dua ta mendoj si kjo është një arsye, unë mendoj gjithmonë mosha bën diferencën. Prandaj mendoj si ndoshta mosha e tij e krahasuar me të Shpatit dhe të vllaut të Gjestit e ka bë diferencën, kështu që nuk kisha dosht me mendu si ka ndiku këto pilulat në paragjykimin. Ka bë edhe çudi që ka pas tepër shumë fytyra publike që kanë shkuar prej Kosovës në Maqedoni për te varrimi i Shpatkasapit, edhe nuk kanë shkuar në Dragodan që sa e gjumë. Kjo tregon mentalitetin e tyre. Mentalitetin e tyre që
a ka të bëj përveç mentalitetit në mendoj si ka të bëj mosha shumë. Kemi parë një gjëtë të mërshme. Ndjesia është ndryshe, një moshë e ri, më falë Jehuna, ndjesia është ndryshe. Nuk mendoj si kolegët e vetë, nuk kanë shku për arsye se mënyra se si ka ndodhë. Unë nuk mundë me besu, sidomos njerëz publik që mundë me pas kësi mendësie. Unë thjesht du me besu edhe më duket më e kapshme se gjithmonë mosha e bën diferencën. Prandaj, kjo është ashtu. Ashtu i vjen që mos me shku kërkon. I ka mi 60 vjetë, mos me shku në vërën të asë. Jo, nuk e diskutoj ndjeshmëria. Më falë, veç pak impakti ka qenë majnat. Ndjeshmëria është me lartë. Edhe me klikimet, me gjitha këto, se po të kthejemi pak të vdekja e vëllau të Gjestit, ne kemi parë akte të mërshme, të kësa njerëzit filmonin, tekstualisht duke u varrosur, duke futur pra arkivoli në grop, deri në atë mas kanë shkuar, ndërkohë që shemi nuk ka qenë një njeri që ka përdorur rrjetet sociale, nuk ka qenë trendi në Instagram, në algoritmin e TikTokut, Linda, apo zgjedhim se ku duam të shihemi, ku jo, deri në këtë mas? Shiko, ne kemi humbur një çik sensin e masës, sidomos kur vjen puna për privatësinë në rrjetet sociale. Nuk e di se si do ndiheshin personat që kanë filmuar momentin e varrosjes së vllajt të Gjestit, si do ndiheshin nëse ata do të ishin në vendin e Gjestit. Edhe sepse ndoshta Gjesti ka dashur ta mbaj privat atë pjesë, nuk ka dashur ta ekspozoj për gjithë botën për ta parë. Edhe mendoj që kemi humbur masën. Kur shikon që postohet në rrjetet sociale gjëra që normalisht janë shumë private dhe shumë personale, është tregon që për një pjesë të njerëzve nuk e dallojnë dot më virtualen nga realiteti. Dhe fama i ka edhe anë të veta negative. Apo den, të e marrë parasysh çfarë fenomene ka Gjesti, tonat shikueshmëri edhe tonat ndjeksa, normal që dojnë me pa çdo sekond se çfarë ashtu bë Gjesti. Po, se ato që shemi s'ka pasur ndjekës, që s'ka shkuar askush ka pas audiencë sa për shembull Gjesti në këtë rast. Ose edhe sa shpat ka sa që u bë lajmi të cilën përmendi zonja Syla është jashtëzakonisht i qëndrueshëm. Mirë, zonja Pano, kërkojmë ndjes, kjo ishte minutazha e sotme. Faleminderit shumë që ishit me ne. Unë dua t'ju uroj gëzuar vitin e ri, edhe shpresoj që emisionet e vitit të 2026 jenë akoma më të suksesshme dhe akoma më informuese për publikun, edhe dua t'i bëj apel shqiptarëve në Kosovë dhe në Shqipëri të vlerësojnë jetën, të vlerësojnë njëri tjetrin, sepse jeta është si avulli në xham, megjithëse mund të jetë e padrejtë, prapë është dhuratë e bukur. Dhe është e rëndësishme ta vlerësojmë njëri tjetrin pa mbajt inate zemrime, sepse vjen momenti që personin që ti do nuk e ke më dhe të ngelet peng për gjithë jetën. Faleminderit Linda Pano, gëzuar gjithashtu edhe ju. Faleminderit shumë Atifete, gëzuar vitin. Gëzuar, shëndet, uroj që t'jemi më të vetëdijshëm, jeta e ka këtë faktin e të papriturës, prandaj të vlerësojmë çdo sekond. Faleminderit shumë. Tani, suksese me privin, edhe meqense nuk dinë se do shihemi. Urime. Mirë, do të urojmë pas edhe nesër me Talin, nuk i ditë, është koha të shkëputemi me publicitet. Rikthehemi me temën e radhës, do të flasim